Mirdita, gjdo e dhënë për gjdo shqiptar, gjdo e dhënë për sigurin kombëtare të këtij vendi, antar i NATO-s. Siguria kombëtare e Shqipërisë është siguri kombëtare në sistemin e Aleancës Atlantikut Veriut. Të gjitha pa përjashtim, në një bashkëpunim kriminal të Akshit, që është database i gjitha dhënave, janë disponuar nga Ergyes Agasi, Fatmir Toplini, Elvis Doçi, Suel Çela, kartelet shqiptare të drogës në Amerikë Latine. Pa përjashtim, të gjitha dhënat janë eksportuar nga të gjithë sistemet e IT-s në Shqipëri, nga famziu Ermal Beqiri, Ergyes Agasi, Mirlinda Kaçanaj. Kjo përbën ngjarjen më të rëndë në rrafshin e sigurisë kombëtare dhe të historisë së shtetit shqiptar. Sot, kartelet e drogës, armiqtë e Shqipërisë që i kontrollojnë, që punojnë me to, Ergyes Agasi, disponojnë çdo të dhënë në eksportin e dhënave të Timsit. Eksport që ndodhi vetëm pak ditë pas emërimit të Taulant Ballës, ministër, të dhëna top secret për sigurinë dhe luftën kundër kriminalitetit. Është dora e zezë e Akshit, Ermal Beqirit dhe të tjerëve. Pra, bashkëpunimi i organizatës kriminale në krye të Akshit, kopshtit privat të Edi Ramës, që ka për shtrungullar Armando Frangu, Baxhanaku në Edi Ramës, rreth të cilit kanë operuar Ermal Beqiri, Geron Meçe, Ilir Beqja dhe të tjerë. E faktur kjo. Në një akt të paimagjinueshëm, vjedhjesh, korrupsioni, pegmarrjesh, gjithnjë për llogari të Armand Frangut, me prestonom ortakët e tij, Ermal Beqiri, Geron Meçe të tjerë, ka ndodhur pra kjo organizat ka kryer krimet në të rrezikshme për sigurinë kombëtare dhe për vendin. Vazhdon, Edi Rama ka urdhëruar 2 ditë më parë t'i paguen Kunatit 25 milion euro nga tenderi
për përmirësim në inteligjencë artificiale që është funë e krye, një falsitet. Përveç kësaj, pra, imagjinoni, familja Rama merr për tenderin për përmirësimin e inteligjencës artificiale, se plasë inteligjencë artificiale në Shqipëri. 75 milion euro. Dhe duke ditë se akshi mund të bllokohet, sekuestrohet, Rama urdhron thesarin, urdhron financat, të disbursojnë me urgjencë lotin e fundit të parave të pa paguara 25 milion euro nga 75. Përveç këtyre, të dhanat të cilat ligji ndalon strikt angazhim në kompanive të huaja në administrim në tyre, janë ofruar dhe kompanive të huaja. Pra, me një akt që shkel çdo ligj dhe çdo parim, çdo e dhënë personale, çdo shqiptari që ka letër njoftim apo pasaport, që ka konto bankare, që ka sigurime shoqërore apo ndihmë ekonomike, të gjitha llojet e dhënave, që ka kartel shtetësore, çdo e dhënë, është eksportuar në dorë të grupeve kriminale në mënyrë që ato të mund të programojnë për interesat e tyre. Edi Rama duhet t'jap dorëheqjen me njëherë. Urgjentisht dorëheqjen. Forcat politike të opozitës të mbledhura sot vendosen të mobilizojnë të gjithë potencialet e tyre në një betejë vendimtare, në revolta vendimtare, por të nda nga kjo e keqe e madhe që i ka ra Shqipërisë mbi krye. Është një sistem pegmarrje i paimagjinueshëm. Janë të marrë peng në zinxhir. Ndaj dhe njëherë kërkoj largimin e tij të menjëhershëm nga qeveria, qeverinë për të përgatitur zgjedhjet e reja dhe rikthim në Shqipërisë në rrugën e ligjit dhe kushtetutës. Partia Demokratike dhe opozita kërkon shtetin ligjor, kushtetutshmërinë e rendit në Shqipëri. Ndaj dhe u është drejtuar qytetarëve me bindjen më të madhe se rradha e tyre për të përcaktuar me revoltën e tyre fatin e vetë të fëmijëve, familjeve dhe të mbar vendit. Faleminderit. Zoti Berisha, sot po zhvillohet mbledhja e Këshillit të Mandateve për zonjën Balluku, një mbledhje që u bë me dyert të mbyllura, ndërkohë që është propozuar në të nga socialistët që në fakt edhe seanca plenare të jetë po e mbyllur. A keni një koment me këtë? Pretendimi ka qenë për ruajtjen e sekretit hetimor. Faleminderit. Që ta ketë të qartë çdo shqiptar.
Gjerë sot, ajo dosje ka vetëm një sekret. Dhe ajo sekret nuk mund të bëhet publik. Në interesin e procesit, asnjë sekret tjetër, asnjë dokument tjetër, asnjë material tjetër, nuk është sekret, as dhe videot e tyre nuk janë sekret. Që unë nuk jam të... Pra, asnjë s'është sekret. Ka një element dhe parlamentarët e opozitës në interesin më të mirë të procesit, atë sekret do ta mbajnë. Nuk e bëjnë publik. Vetë prokurorët, për shkak të atij sekreti, kanë kërkuar që provat të mos i dorëzohen delinkuentës Balluku, por jo të mos u jipen deputetëve. Dhe seancë të mbyllur për vjedhjet e Edi Ramës, ne nuk pranojmë. Seancë të mbyllur për vjedhjet e Edi Ramës, ne nuk pranojmë. Ne nuk pranojmë seancë të mbyllur për vjedhjet e Lubi Ballukut. Jo, seanca do t'jetë e hapur, nuk jemi ne si deputet që na kanë vjedhur, janë qytetarë shqiptarë që janë vjedhur për i tyre. Imagjinoni ju, cili shqiptar mund të mendonte se ajo ka shndruar në apartamente, ka 300 apartamente të grabitura për të blera në këtë mënyrë? Cili? Dhe kjo janë vetëm apartamentet, po jahtet, 2 jahtet, po vilat, po kontot bankare, me dhjetra mos 100 milion. Këta nuk kuptojnë. Këta ti falen Zotit që s'ka Shqipëria dënim me vdekje. Se me këte që kanë bë, meritonin çdo dënim kapital. Lexoni pak për ata diktatorët e dikurshëm të Afrikës, se si i çonin parat në bankat e Zvicrës për t'i ruajtur. 300 apartamente kjo. Vinoteka e Edi Ramës e Gjysagasi, 4 milion euro. Me shishe, Roman Rekonti, Petryse të tjera që ku shkon shishja 33.000, 35.000 euro. 70 vjeçare të vjetruara. A e dini ju që kamerat e Vil Sagaçit inauguruar me pompozitet të madh brenda në territorin e bllokut tregojnë se aty faleshin ministra dhe zyrtar të tjerë. Edi Rama po e kishte si shtëpinë e dytë aty. Ato janë të gjitha të filmuara. Ku është e Gjysagasi sot? Pra, shteti ka rënë. Nuk ndjehen. Po pse është president? A e keni marrë vesh ju se po shkarkohen gjeneralët e forcave? Po shkarkohen se janë të gjithë aksionerë në gjirin e limonit. Po t'ju vetë ka qenë shef shtabi ky që është president sot. Shteti ka rënë. U përket qytetarëve të thonë fjalën e vetë. Edi Rama do t'jap dorëheqjen me njëherë.
Lubia ka qenë thjesht një shërbëtor e ti. Ka vjedh, nuk thëmë që s'ka vjedh. Po ka zbatu urdhat e ti ama. Janë urdhat, janë aty, janë të gjitha ndosi urdhat e Edi Ramës. Nuk e mora sot atë unë. Mesazhin. I pat media si ishën aty. I pat vetë. 100 milion. Se cila. Nga mediat e qeverisë. A ka krim më të shëmtuar se të paguash mediat për të mashtruar qytetarët dhe për sulmu opozitën? A ka krim më të shëmtuar se kjo? I pat ju vetë aty. Do të rikthehemi temës. Po. Do rikthehemi sepse të marrish paratë e njerëzve më të varfër dhe të paguash për t'i mashtruar, për t'i thelluar edhe me shumë varfëri ata, përbën një krim shumë të rëndë vetvete. Pra kjo është situata. Ndaj dhe unë kam besim të madh, të palkundur, se qytetarët do flasin, do të thonë fjalën e tyre. Partia Demokratike dhe opozita do t'i udhëheqë ata me vendosmërinë më të madhe. Zoti Berisha, në takimin me aleatët, ju urreshtuat krah njerëzve të drejtësisë duke i dhënë mbështetjen e plotë të opozitës. A do të thotë kjo se do keni një ndryshim kursi ndaj institucioneve të drejtësisë pas largimit të Altin Tumanit nga kreu i SPAK-ut dhe pas caktimit të një prokurori të ri? Dhe a do të thotë kjo që bie termi SKAP nga sot e tutja dhe ju do e quani ashtu sikurse e ka emrin SPAK? Në fakt, kur, nuk kam patur qëndrim tjetër ndaj atyre që zbatojnë ligjin, në mënyrë absolute. Ligji dhe kushtetuta ka qenë besimi im absolut politik. Dhe ju e keni pa, është faktur, kanë hetuar gjithçka dhe nuk tregoj dot një akt më të vogël thyrje të ligjit. Një akt më të vogël shkelje ligjit. Një njeri që beson se zbatimi i ligjit dhe i kushtetutës është kusht për liri dhe drejtat njerëzore, nuk mund të ketë asnjë hezitim në vlerësimin më maksimal tek ata që e zbatojnë. E kam thënë edhe tek dera e tyre. Me admirim për çdo burr, grua, djalë, vajzë aty që zbaton ligjin dhe ka të tillë, pa diskutim. Duke thënë këtë, kur nuk bie dakord me fshehjen e krimeve që ndodh aty. Jo, nuk bie. Ata që fshehin kriminal dhe krime, ata nuk meritojnë një ditë tjenë në punë shtetit, por tjenë aty para ligjit. Po, duhet thënë që prokuror të guximshëm, hetues të guximshëm, paraqitën ose morën pandehur zëvendës kryeministrit. Dhe unë i përgëzoj ata, por mos harro, jam kryeministër, që kam patur një zëvendës kryeministër, dhe që qeveria varej nga votat e partisë tij, dhe që ai erdhi dha dorëheqjen. Pa e kërkuar prokuroria, se i tillë ishte standardi i qeverisë, i tillë ishte standardi i tij individual. Jo, tha, unë nuk shkoj në prokurori si zëvendës kryeministër. Nuk kisha ardhur letra nga prokuroria për hetimin e tij. Është bërë me datën 14 janar.
ministrat, ja çdo imagjinate që të bllokohet heqja e imunitetit. Kur? Ministrat kanë dorëzuar imunitetin, sa ja u kanë kërkuar. Merrni. Futuni në rastet, i keni aty. Kurse tani, betej shkatrohet një gjykatë kushtetuese në mënyrë përfundimtare, i imponohen vendime antikushtetuese. Më falë mua, çfarë mund të thotë, thot njeriu i qytetruar, i përgjegjshëm. Në rastin e në rastin tim, ajo gjykat, kërkesën për masat e paraqitura nga 30 deputet në përputhje absolute me kushtetutën. Lexoni nenin e kushtetutës, për kush ka drejt ankohet gjykat kushtetuese. Ata gjykatës e hodhën poshtë, nuk e morën përshit, nuk e morën shqyrtim me qëndrimin antikushtetues, sepse nuk përfaqësojnë parlamentin. Nuk thot parlamenti aty. Kushtetuta thot 30 deputet. Pra, ose e morën e shqyrtuar në mënyrën më trufeshme rastin e Ballukut, e shtyn 3 ose 4 muaj rastin tjetër. Çfarë drejtësi është kjo? Kjo është një drejtësi në këmbë të një organizate kriminale. Por në këtë drejtësi, siç janë këta, siç është Irena Gjoka, ka dhe njerëz që unë i përgëzoj, që i qëndrojnë ligjit, që durojnë, kanë guxim dhe nuk më poshtën. Ju lutem, mos harroni një moment. Shkojmë tek Agjencia e Pegmarrjeve. Agjenci shtetërore, e varur direkt nga Këshilli i Ministrave dhe Kryeministrit. Me afër se ministrit. Një prokuror në Verë, Elvin, jo Gjoka, ishte gabim mbiemri, një mbiemër të ngjashëm, se nuk e kam parasysh tani, dha dorëheqjen pa pritmas. Kishte dosjen, dha dorëheqjen. Pa dhënë asnjë shpjegim. Po pse dha dorëheqjen? Po dha dorëheqjen se mund ta mirën peng. Rrethanat nuk e lejonin. Dhe dha dorëheqjen. Edhe këta në kërcënuan. Ky, prokurori i dosjes së Lubis, kërcënime të shumë fishta. Dhe u i thëmë Edi Rams, absolutisht do të përgjigjesh personalisht për secilin prej tyre, po që se i dhunohet gjëja më e vogël atyre. Ata janë të mbrojtur nga ligji dhe mos guxo të prekish njëri prej tyre. Mos guxo të bësh presion ndaj tyre. Nuk kemi bërë presione. Jo, thash, kanë nërmarë veprimet më të padrejta. Është ndjek rruga ligjore, si që mund ndiqet. Këta e rrethuan me njërë me Lal Vjellsin, dhe dëshirrafen gjykasit dhe prokurorët. Ashtu apo jo? Dhe tani, keq përdor në shkallë ekstreme gjykatën kushtetuese për të bllokuar drejtësisë. Bllokimi i drejtësisë është vepër e ngjashme me grusht e shtetit. Dhe Edi Rams do i përgjigjemi si puçist, po që se bllokon drejtësinë. Po të hënën keni thirrur protestën e parë kombëtare, ju edhe sot
latë të hapur opsionin në grevës së urisë, a do të thotë kjo që deputetët e opozitës duhet të përgatiten që të kalojnë fundvitin poshtë zyret së Edi Ramës? Gjithashtu keni përdorur shpesh herë termin revolta, të cilat botërisht njihen si kundërshtim me dhunë e institucioneve të ligjit, apo paralajmëroni që protesta e 22 dhjetorit nuk do të jetë paqësore? Ne jemi që të jemi shumë të qartë. Forcë politike paqësore. Ne diktaturën më të dhunshme të kohërave e kemi përmbysur në mënyrë paqësore. Nuk heqim dorën nga parimet tona. Por revolta, ka revolta paqësore, të cilat kanë oscilacionet e tyre dhe grevat. Nuk thash se do hynë në grevë deputetet, jo, por janë të gjitha opsionet të hapura. Ne, me Edi Ramën, Shqipëria po shkon drejt greminës, është në greminë dhe po esën drejt greminës, po gremiset në keq. Të largohet Edi Rama, kjo është evidente në të katërantë. Pa e dini, qa do thoni ju nesër në qoftë se një prokuror guxon dhe e thret kunatën e stimularit të ngjarjeve të Akshit Armand Frangut, bashkëshort në kryeministrit? A e dini ç'mund ndodh? A e lexuat sot apo jo? Luftë, thoshte. Zëdhën si Ramës, luftë, thoshte. Se njeri më shumë, saj nuk shpreh Ramën. Luftë, thoshte, luftë. Jo më jo, nuk bën luftë. Shqipëria do zbatoj ligjin dhe kushtetutën. Pse do bëj luftë Shqipëria? Jo, keni vjedh, ja ku është ligji, shkoni tek ligji. Të gjithë në radhë, kush ka vjedh, të shkoj para ligjit.